Si ju kam? Mirë se më erdhët në një vlog tjetër. Përpara se të fillojmë këtë vlog, unë drejt ju falenderoja shumë për shikueshmërinë e 2 vlogjeve të fundit. Realisht nuk e kam pritur në këtë fazë, sepse kanali ka vetëm 2 muaj, as 2 muaj që funksionon, që është hapur dhe që unë hedh content. Edhe nuk e prisja që të kishin këtë shikueshmëri, por shoh që pak nga pak po rritemi gradualisht edhe videot po shikohen, po pëlqehen. Tani unë, siç ju kam thënë dhe në fillim, nuk do t'ju ofroj asnjëherë perfeksion. Nuk kam as shumë kohë që të bëj ato editimet e bukura ose që të shfaq gjëra shumë të bukura patjetër, të bësh content me një fëmijë të vogël edhe me një fëmijë mistrec, siç është Tenia, është pak e vështirë, plus që kam dhe punën, më duhet dhe të punoj. Shtëpia e tjera, tani mos fillojmë ato ankesat, sepse nuk është vlogu i ankesave. Përpiqem të bëjmë më të mirën, por mbi të gjitha përpiqem që gjërat të jenë reale, pra ashtu siç ne jemi. Ato momente që unë i hedh aty janë momentet tona të vërteta, pra nuk pres një moment për të hapur kamerën. Thjesht e hap kamerën kur unë e kam më të volitshme, si i themin, edhe më të përshtatshme, sidomos për Enjan, kur kam kohë, pra edhe mundësi që ta hap telefonin, që të xhiroj. Shpresoj që me kalimin e kohës të bëjmë gjëra edhe më të bukura. Vera akoma është përpara, kemi udhëtime, po nuk është e thënë dhe këtu po të ishim, Enja po na rritet më shumë, do na lër më shumë. Kështu, do thoni ju pse je ulur këtu dhe çfarë kemi sot, sepse unë ju them që kur ulem tek andi kemi diçka për të thënë, për të treguar, për të rrëfyer, është vendi i rrëfimeve. E kemi ndryshuar pak këndin sot, po ndjesha rehat këtu më thënë drejtën. Sot do përgjigjem disa prej pyetjeve që më kanë ardhur që te një shorts që unë kisha vendosur 2 muaj më parë. Tani nuk pretendoj që me 2 muaj kanal unë të kem këtu 1000 persona që më bëjnë pyetje, po për mua dhe 5 persona ose dhe 3 persona dhe 2 persona janë shumë të rëndësishëm, sidomos ata të cilët më kanë ndjekur që prej fillimit, pra të këtij rrugtimi dhe vazhdojnë të më ndjekin. Kështu që unë nuk do pres që të bëhemi shumë për të përgjigjur. Pra, në një moment tjetër kur kanali të jetë akoma më i madh, me siguri do të kem një vlog tjetër me pyetje përgjigje. Për momentin, ato pyetje që janë pra janë bërë port shortsit që unë kisha vendosur ose të tek në një video tjetër, unë do t'i përgjigjem tani. Me shumë respekt dhe me shumë kënaqësi, madje i kam lexuar kështu përciptazit dhe tani përgjigjet do t'jenë spontane. Spontaniteti nuk më ka munguar asnjëherë. Kush më njeh e di shumë mirë. Nuk përgatit, domethënë asgjë, nuk kam një skenar ose të mbaj, shënime mbaj vetëm kur studioj ose kur punoj. Pastaj për pjesën tjetër, kështu, siç më vjen ashtu do përgjigjem. Vetëm se i kam kaluar te ky telefon i Enjas, që t'i lexoj. Të fillojmë tani, siç i kam shkarkuar këtu, ja, do hap një. Elta, më doli Elta. Të puç Elta. Elta ka bërë 3 pyetje. E para, ku e gjen forcën për të ecur përpara në një moment të vështirë? Tani, si të gjithë, edhe unë kam kaluar momente të vështira. Tani, jo çdo vështirësi, në këtë moshë që jam tani e kuptoj që mbase disa momente që më përpara më dukeshin të vështira, kanë qenë thjesht disa pengesa të vogla të momentit që gjithë secili prej nesh në një fazë të jetës i kalon. Ja të presim pak zhurmën tani. Të kaloj motori. Po thoja që mendoj se janë disa sfida të vogla që jeta na i ka sjellë dhe i kam kaluar. Ndërkohë që sigurisht kam pasur 1 ose 2 sfida më të vështira në jetë dhe vërtet serioze. Kur ka qenë motivi dhe kur kam gjetë forcën. Shiko, unë jam një person që gjithmonë jam lidhur shumë me gjërat e vogla në jetë. Domethënë dhe kur dal që pi një kafe, e shijoj momentin edhe e vlerësoj shumë momentin. Ose gjëja që tani që po e mendoj është që jam një person që gjithmonë e ka dashur shumë jetën. Edhe këtë shijimin ose dashjen e jetës e kam lidhur
me familjen, e kam lidhur me veten, e kam lidhur me edukimin, me punën. Kam dashur gjithmonë të kem një jetë shumë dimensionale, domethënë në jetën time të ketë shumë ngjyra, që dhe nëse një ditë një prej ngjyrave të kësaj jetës time do të fikej, ose nuk do të ishte më, do të ishin të tjera, që do të më jepnin forcë dhe mbështetje. Dhe sigurisht që në një moment të vështirë nuk është se gjithmonë ja kam dalë kështu nga jam zgjuar në mëngjes dhe kam thënë që çau tani se çdo gjë do rregullohet dhe çdo gjë do shkojë mirë, pra nuk ka kaluar një moment i vështirë me një ditë, as me 2, as me 3, po mendoj se me disa ditë të marra së bashku, çdo ditë kam bërë një hap të vogël për të ringritur. Edhe unë them që nuk ka rëndësi se sa herë rrëzohemi, qofshin këto rrëzime të vogla ose të mëdhaja, e rëndësishme është që të mos ndryshojmë brendësinë tonë. Edhe unë jam e sigurt që ajo brendësia ime, ajo qenia ime nuk është prekur pavarësisht vështirësive. Pra ku e gjej forcën tek vetja, tek gjërat e vogla të jetës, tek ngjyrat e jetës, tek ajo çka jeta dhe Zoti më ka fal. Unë mendoj se Zoti më ka jam këtu për një arsye, se ka dashur Zoti dhe sfidat më sjell ai, vështirësitë janë pjesë e jetës, mirë se të vinë, edhe unë jam e fortë që t'i kaloj dhe t'i përballoj, por me dinjitet. Pra asnjëherë mos e humbisni dhe mos e humbasim dinjitetin. Çdo gjë tjetër mund të humbasim në jetë, sepse dhe ne nesër nuk do ekzistojmë më, por dinjitetin jo. Vazhdojmë petin e dytë që të mos bëhemi shumë nostalgjik. Si reagon një situatë ku dikush është duke të gënyer dhe ti e di që po gënjen? Unë ta them direkt. Shiko, zakonisht unë jam një person që nuk që përgjigjem, domethënë reagoj. Ka dhe raste tani të mos them gjithmonë, nuk jam gjithmonë kështu impulsive dhe që reagoj, por në disa raste për shembull që e kuptoj që po më gënjen, sigurisht që unë e kuptoj dhe nuk e zbatoj atë që po thot. Edhe kur personi nuk është se më intereson shumë, domethënë nuk kam atë afrimitetin, ose personi nuk mund të ndikojë në jetën time, aty për aty e kaloj, por nëse është diçka, është një person që sigurisht do ketë një ndikim në jetën time, në vendimet e mia, ja them, ose gjej në një moment tjetër që për t'ia thënë, por nuk ja lë. Nuk ja lë pa ja thënë. Dhe sigurisht që kur e kuptoj që është gënjeshtër, as e marr parasysh fare. Kjo diskutohet. Pse e kaq e mirë e pozitive? Faleminderit. Shiko, Elta, unë jo gjithmonë jam kaq e mirë, sepse nuk besoj që unë mendoj që njerëz që buzëqeshin gjithkohë, gjithë ditën, nuk ka. Edhe unë ka momentet e mia që, si thot edhe Violi, që është bashkëshorti, unë i them shoku Lali, që i vash të rinjt. Sidomos kur nuk më realizohet ndonjë gjë, ose kur nuk arri aty ku dua, ndonjëherë kërkoj më shumë se ç'duhet në një moment të caktuar. Edhe nuk jam gjithmonë pozitive, por për të tjerët, domethënë gjithmonë unë them kështu, nuk i përziej gjërat e mia personale me punën, me shoqërinë, domethënë nëse unë kam për momentin një hall, një problem, nuk më ka fajin tjetri. Gjithmonë për njerëz do të jem jo e shtirur, por e paqt, sepse nuk më ka fajin askush për diçka që unë jam duke përjetuar, për shembull. Mundohem që të fal pozitivitet, që të marr pozitivitet, sepse në jetë jam me këtë parim që çfarë ti japësh, do të marrësh mbrapsht. Kështu e këtush, mbaruam me Eltën. Tani, Adelina Reçi, Adelina. 2 pyetje thot kam. 1. Çfarë mendove para se të lindje Enjan? Mbaroj mirë me pyetjen e parë. Adelin, të thot Jori me gjithë sinqeritetin, nuk kam menduar asnjë gjë përpara se të lindte Enja. Shikoj, unë do ta tregoj në një vlog tjetër, periudhën e shtatzanisë, kam hyrë në një botë më vete. Kam qenë në një botë më vete. Shikoja shumë filma dhe seriale italian, edhe doja që vajza të ishte me shëndet dhe unë ta kaloja, e kisha pak si fobi lindjen. Jo pak si fobi, por e kisha fobi lindjen. Edhe sigurisht një fëmijë kam dashur shumë,
kam dashur të bëhem nën, mbase nuk jam ajo vajza që ndëroj të kem një familje super të madhe, por gjithmonë kam dashur që karriera dhe familja të ecnin paralelisht, si i thonë. Okej, paralelisht nuk mund të ecin gjithmonë, sepse në momentin që bëhesh mami do frenosh, do ngadalësosh pak ritmin e punës, sidomos në kushtet që jam unë dhe shumë vajza të tjera që jetojnë jashtë dhe jam vetëm pa ndihmë. Por nuk është se kam pasur në një mendim ose në një plan të madh se çfarë do bëja. Thash, sigurisht që ka qenë një fëmijë shumë i dëshiruar nga të dyja palët dhe ka ardhur shumë shpejt. Enja ka ardhur zakonisht shumë shpejt, sapo e kemi përkuar Enja ka ardhur. Edhe unë di të them që unë nuk kisha asnjë plan, edhe nuk kisha asnjë mendim. Doja që të ishim shumë mirë të dyja, por Zoti kishte plane dhe bekime më të mëdha për mua, sepse Enja është vërtet një bekim në jetë, është një fëmijë që më kompleton, është një fëmijë që i ka të gjitha. Unë e them gjithmonë me shaka, është një fëmijë që ka kripën, ka sheqerin, ka mjaltin, ka limonin, ka piperin, rigonin, të gjitha. Domethënë është 2 në 1 me ofertë. Edhe më plotson jashtëzakonisht shumë, si brenda, pra në karakterin e saj, ashtu dhe jashtë. Pyetja tjetër, thot, nëse do ta kishe në dorë botën, çfarë do të ndryshoje? Kjo është pyetje që ka vështirë, me thënë të drejtën. Çfarë do ndryshoja? Ka shumë gjëra për të ndryshuar kjo botë. Në lidhje me këtë gjë janë thënë shumë ide, shumë mendime dhe më duket sikur tani do t'i përsëri të tjerët, po do doja që të mos ishte kaq e shpejt, të mos ikte kaq shumë. Ecën koha, ecën njerëz zakonisht shumë shpejt, çdo gjë ecën shumë shpejt, çdo njeri shikon vetëm drejt, as majt, as djathtë, as kush nuk do t'ia di për asgjë. Pra kohën do ta ndalja pak edhe njerëzit ishin pak më bujar me njëri tjetrin. Të mos ishte kjo keqdashja ose këto intrigat ose këto mlethe që nxjerrin çdo ditë më shumë njerëzit nga goja. Domethënë këto janë gjërat që më shumë kohën sepse bota po ikën shumë shpejt dhe nuk po kuptojmë asnjë gjë. Ndoshta kjo do të ishte gjëja që do ndryshoja. Pastaj normalisht, siç e thash, mirësia, këto janë bërë tashmë klisheja, mendime që i gjen kudo. Po këtë nuk e kam në dorë, ashtu siç nuk e kam në dorë dhe për ta ndalur pak ritmin e jetës dhe të kohës. Po gjithsesi ndryshimi, Adelina, vjen nga ne. Nëse gjithsecili prej nesh mundohet të ndryshojë diçka në veten e tij, besoj se gjithë bota pastaj do të ishte më e lehtë për të ndryshuar, sepse çdo gjë fillon nga vetja, nga bërthama, nga familja. Edhe shumë faleminderit për pyetjet si Elta dhe Adelina. Të shohim tani, pyetjen e radhës është Ale. Tani unë këtu tek YouTube do t'i lexoj sepse nuk më kujtojnë emrat reale të gjitha vajzave, por do lexoj adresat. Edhe është Ale 007. Vajza e di edhe e përshëndes. Thot ti e dashuri o Jori për Zotin. Shumë faleminderit zemër, që nga thjesht një kompliment. Të falenderoj shumë edhe të përqafoj. Blerta, kalojmë te Blerta. Si e gjen frymëzimin për videot e tua? Tani, të them të vërtetën, unë gjithmonë video kam bërë, por jo për YouTube. Sepse duke qenë se jam aktiviste për të drejtat e njerëzit prej shumë vitesh, prej tashmë 10 vitesh, kam realizuar shumë projekte. Edhe frymëzimi im më i madh kanë qenë njerëzit e thjeshtë. Duke filluar tek emigrantët, kur kam punuar në Itali tek studentët, po flas për studentët dhe për fëmijët me probleme motorike, me disabili, me një defekt, qoftë edhe fizik, psikologjik. Këta kanë qenë njerëzit që më kanë frymëzuar më tepër, pra më kanë frymëzuar njerëzit e thjeshtë. Frymëzimin dhe burimin e frymëzimit gjithmonë aty e kam gjetur, dhe kur kam shkruar. Jeta e thjeshtë, jeta pa filtra, jeta pa facitet, jo jeta, nuk më tërheq, edhe normalisht shikoj dhe vlogje nga vlogere të tjera, disa shqiptare, mund të them 2 ose 3 shqiptare, 2 tamam, dhe shoh dhe shumë vlogere të tjera italiane dhe greke,
edhe tek ato që shikoj, domethënë e shikoj veten time që dhe tek ato që shikoj prapë më pëlqejnë ato njerëz që janë shumë të thjeshtë dhe të lirshëm, lirshmëria në komunikim, lirshmëria në të bërë diçka. Domethënë tani në këtë momente unë përtoja shumë që të shkoja të bëja pak make-up. Sepse unë zakonisht nuk bëj make-up, sepse duhet ta bëj make-upin tani që po bëj këtë video. E kupton? Këtu më vjen frymëzimi domethënë tek thjeshtësia, tek mirësia, edhe tek këto zhurma të kështu që se jemi në qendër, se unë jetoj këtu në qendër edhe normalisht që ka zhurma, më shumë zhurma te makinave dhe të motorëve, tek jeta e përditshme, këtu e gjej frymëzimin, sepse mendoj që nuk mund të frymëzohesh nga një gjë që nuk e arrin, që okay, tek ëndra dua të shkoja vash, tek ato që dua të realizoj, por nuk mund të frymëzohem nga luksi ose nga një gjë që mund ta kem vetëm për një ditë, për disa ditë. Më frymëzohem nga baza, nga themelet. Çfarë këshilla do t'ju jepi atyre që duan të fillojnë YouTube? Nuk tani në këtë momente që un jam, në këtë momente që flas, nuk mund ta konsideroj veten time një blogere. Por mentore prej shumë vitesh po, mentore të shumë studentëve apo grave të tjerë. Unë mendoj se si YouTube-i, ashtu edhe rrjetet e tjera sociale, apo ku diun dhe diçka tjetër që dëshirojnë të hapin në jetën reale, por meqenëse flasin për YouTube-in, është një dritare që ofron mundësi të gjithëve. Çdo njeri ka kismetin e vet, çdo njeri ka karakterin e vet, çdo njeri ka diçka të vetën për të ofruar. Edhe nëse këtë gjë e bën bukur, edhe të tjerët e pëlqejnë, jo bukur, më fal se është prea gabim. Nëse e bën ashtu pa filtra, ashtu siç është, edhe mbi të gjitha e bën me dëshirë dhe jo sepse ndjet detyruar, e bën sepse ka dëshirë, sepse ka pasion, se i vjen lirshëm dhe natyrshëm, pse jo, të gjithë e kanë mundësinë për të hapur një kanal dhe për të bërë YouTube. Është një gjë që duhet ta bësh tash me dëshirë dhe është një diçka konstante, sepse vërtet nis si një pasion, si një gjë e bukur, por edhe ajo ka impenjimin e vet, kështu që çdo gjë që marrim të realizojmë një jetë, do pak impenjim. Nuk është se bëra një video dhe mbaroj aty ishte, ose bëra një short, se hodha, do pak impenjim, e do ta dish ti me veten tënde se ku do ta arrish, kush është targeti jot, kush janë atyre që ti u drejtohesh, e tjera. Si menaxhon kohën me skrimin e videos dhe përditshmërisë, sa ke mbështetje nga njerëzit e afërt për këtë që bën. Si të mbështesin të afërmit në këtë rrugëtim në YouTube, ato ndihmon familja të gjesh kohë për video dhe live. Shpresoj të pëlqejë pyetjet jori. Më pëlqejnë shumë pyetjet dhe të falenderoj nga zemra, meqense ishin të përafërta, po i përgjigjem në një. Atëherë, unë nuk kam ndihmë nga askush. Dhe frymëzimin nuk e kam marrë nga familjarët. Thash që besoj se është një pjesë e rrugëtimit tim prej kohësh. Dëgjoni muzikën në fond sepse erdhi Enja. Edhe dua që videon të mos editoj, të mos pres asgjë kështu, siç jemi ne në familje. Unë mendoj që frymëzimin e thash pak më parë se ku e kam gjetur, si menaxhoj kohën. Edhe këtë e thash pak më parë, hap kamerën në një moment që kam mundësi, jo se në një moment që mendoj se ka një mesazh për të dhënë, pra mundohem që nëpërmjet videove të kem diçka për të ofruar, që jo vetëm të diçka e këndshme për të parë, por edhe diçka që të përcjellë një mesazh. Thash nga familjarët nuk kam mbështetje sepse familja ime nuk jeton në Greqi, bashkëshorti im punon, ka punën e vet dhe punon nga mëngjesi deri në darkë. Ndihma ime e vetme është Enja, që ato që më kanë shkruar më kanë thënë që është personazh, edhe është diçka e bukur në vlogje, sepse Enja është tip, me vërtet është tip. Edhe kjo është mbështetja ime për momentin, si pengesa dhe mbështetja. Pengesa në kuptimin që për shembull kur i bëj live-et, Enja nuk më lë. Për sa i përket live-eve, ato janë pjesë e punës time, sepse çdo gjë që unë them në live ose temë që diskutoj, merret shënim nga një vajzë tjetër, pjesë e shoqatës në të cilën unë bëj pjesë. Edhe ajo mban shënimet në atë një orë që ne komunikojmë, domethënë me pjesëmarrësit në live. Kjo është ideja. Pastaj për sa i përket menaxhimit të kohës, të bëj content më vjen shumë gjë e natyrshme. Nuk e kam shumë problem për të bërë content, me thënë të drejtën.
se nuk mundohem shumë që të flas, ose kur dal diku kam mundësi të hap telefonin dhe të xhiroj diçka. Ato që bëj, i filmoj edhe këtë gjë kam bërë dhe më përpara, po zemra ime. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Siç po ju thoja, tani nuk i mbaj mend të gjithë emrat e vajzave, do t'i lexoj siç e kanë të adresa këtu. SFX. E imagjinoje do që do të kishe kaq përkrahje në YouTube, zemër. Tani për këto 2 muaj që kam, me thënë të drejtën nuk e kisha imagjinuar, sepse për gati 2 muaj kemi 400 inskriti, edhe ndjekës, abonenë, si mund t'i quaj. Edhe më bëhet shumë qefi për këtë. Nuk e prisja në kuptimin që nuk e kisha menduar ndonjëherë që do kisha një kanal në YouTube, ta them të vërtetën. Çdo gjë kisha bërë përpara thash në rrjetet tjera sociale, por në YouTube e shikoja pak. Nuk e di, sikur nuk do kisha kohën, sikur do duhesha shumë punë për të bërë video, sidomos edhe me një fëmijë. Por them sa vash po ja dal. Nuk e di tani deri në fund si do shkoj ky muhabeti, thon, por unë do jap maksimumin. Pastaj le të shkoj si të shkoj. Nuk ka rëndësi. Eksperiencë është dhe kjo. Alda më thot, Jori, tu sei così tollerante, tu parli in una maniera speciale come se non avessi mai sofferto. Così mi sembra. Dove la trovi la forza per continuare nella vita? C'è un motivo? Grazie per la risposta. Ta përkthejmë pak tani, sepse nuk është ta thënë që patjetër të gjithë duhet të dinë italisht. Alda thot që je shumë tolerante, duke shumë tolerante dhe paqë kur flet, dhe duke sikur nuk e vuajtur asnjëherë dhe ka ke një motiv në jetë. Pjesë të motivit ju përgjigja edhe më përpara që të mos jem repetitive, të mos përsëris të njëjtën gjë. Të falenderoj shumë Alda për pyetjen, shikoj shumë interesante dhe kur e kam lexuar pyetjen tënde. Unë jam tolerante edhe në shoqëri dhe në punë, nuk kam pas probleme, nuk kam pas konflikte serioze, të paktën deri tani në moshën 35 vjeçë me dikë, ose që t'jem zënë, jo, absolutisht jo. Por nuk është e vërtetë ajo tjetra që nuk kam vuajtur asnjëherë. Përkundrazi kam vuajtur, kam kaluar një periudhë jo të mirë në aspektin personal, por asnjëherë nuk e kam lejuar Joridën që të bjerë poshtë. Përkundrazi kam qenë aktive, sepse e kam dashur shumë jetën, e kam dashur shumë veten time, i kam dhënë shumë forca dhe kam bërë shumë gjëra për ta lejuar veten time të mërzitet. Nuk dua që ta mërzis veten time, kam mërzitur shumë veten time, por nuk dua më ta mërzis për asnjë gjë, për askënd, edhe sepse gjithmonë kam besuar se ajo që kam dhënë do më vinte. Domethënë këtë e kam menduar në momentin e vështirë, që ajo që kam dhënë, kam ngrit kokën lart dhe kam thënë që do më vi. Dhe ashtu ka qenë. Por gjithmonë kam dashur ta kaloj me mirësi, edhe duke bërë gjëra të bukura. Domethënë, momenti i vështirë, projekt direkt, domethënë sa po pata një moment të vështirë në jetë, direkt i kam thënë shoqatës që unë dua të bëj një projekt me studente, domethënë. Nuk kam dashur që ta lëshoj veten time. Do thuash që në disa momente është mirë ta pranosh që je keq dhe duhet ta stoposh. Po kam pasur momentet e mia kur e kam stopuar, por kjo nuk do të thotë që gjithë dita ime do të stopojë, nuk do të thoshte që gjithë jeta ime do të stopojë, sepse unë kam dhënë shumë. Gjatë gjithë rrugtimit tim kam bërë shumë, edhe nuk mund absolutisht për asgjë në botë, vetëm për fëmijën tim për shembull, të lejoj që Jorida të bjerë poshtë. Kjo është motivi, e thash edhe më lart. Motivi tani i jetës time është enja, është familja, është ajo që kam dështuar, por jo vetëm familja. Sigurisht që familja është shtylla, por besoj se ashtu siç e thash më përpara, janë të gjitha ato projekte, të gjitha ai rrugtim që kam bërë, edhe kur e kthej kokën mbrapa, kam pas një jetë në shumë ngjyra, gjithmonë në lëvizje. Ndonjëherë më duket sikur nuk kam bërë asnjë gjë, por pastaj ka momente që them, jo, ndal, sepse ke bërë gjëra shumë të bukura, mbase jo gjëra shumë të mëdha, po janë gjëra që i kam shijuar shumë, edhe që më kam bërë të ndjehem vërtet e lumtur. Nëse do më pyesni a ke qenë e lumtur ose je e lumtur, shikoj, lumturia është me grimca,
kur i ke ato grimca, kapi fort dhe shijoj, se nuk është gjithmonë në të njëjtën mas lumturia, në të njëjtën dozë. Kështu zemra, shpresoj që unë të kem kënaqur me përgjigjen. Elta më ka bërë dhe një pyetje tjetër, për kisha lënë këtu më njanë. A beson te karma? Dhe besoj se kjo është dhe pyetja e fundit. Jo. Besoj të jetë e fundit. Prit se do t'i shikoj tek Messengeri. Besoj te karma. Unë besoj te karma dhe kam me fakte pse besoj, sepse atë që kam dhënë në jetë më është kthyer. Përgjigjen e kam marrë. Dhe mendoj se karma ekziston dhe besoj se çdo gjë që jep do të kthehet një ditë, si për mirë dhe për keq. Dhe unë gjithmonë jam atë shprehje, bëj mirë, gjesh mirë, mos bëj keq, do gjesh keq një ditë. Dhe mendoj se e keqja nuk të vjen në atë moment që ti e bëre, po të vjen më mbrapa. Të vjen në një moment që ti nuk di ku t'ja mbash me jetën tënde. Kështu që unë gjithmonë kam besuar në Zot, gjithmonë kam besuar dhe në karma. Kjo është karma, besoj, të kthehet, domethënë jo se thonë që lëre Zotin. Shikoj, unë nuk mendoj se Zoti bën keq. Unë mendoj se sjellja jote, ajo që ti ke bërë, domethënë veprimet e tua dikur, do të kthehen mbrapsht një ditë. Edhe e vërteta është që të çdo gjë kthehet në jetë. Çdo gjë. Prandaj që bëni vetëm mirë. Pani mirësi, buzëqeshje, nuk po them që jemi njerëz perfekt, bëjmë gabime sa të duash, po të lëndosh është diçka tjetër. Të gabosh, okay, të kërkosh falje, por të lëndosh është komplet diçka tjetër. Shikojmë tani të gjejmë pyetje të tjera, se jam e sigurt që kishte edhe pyetje të tjera. Mbase kur kam bërë nuk më është karkuar. S'kam lexuar Ristin. Prisni. Sidorela. Pastaj kam Ristin poshtë. Sidorela thot, si do ta përshkruaje veten me 3 fjalë? Me 3 fjalë. Ambicioze, e buzëqeshur, dhe një fjalë tjetër tani. S'po më vjen fjala me 3 fjalë, nuk isha e përgatitur me thënë të drejtën. Ai themi simpatike. S'është keq. Nëse do të ktheheshe pas në kohë, çfarë do të ndryshoje? Ndonjëherë them do ndryshoja disa gjëra. Pastaj them kështu. Çdo gjë që kam zgjedhur në ato moment, e kam zgjedhur se e kam dashur. Nuk është se dikush më ka detyruar. Domethënë do ishte peng për mua nëse dikush do më detyronte që ta bëja atë veprim. Por jo. Veprimet që i kam bërë në të shkuarën, i kam bërë se i kam zgjedhur vetë i bëj. Kështu që mirë apo keq, kanë qenë një eksperiencë që më kanë vletur dhe më kanë bërë të jem sot kjo që jam. Kështu që nuk dua të ndryshoj asgjë, sepse nuk do të ishte rrugtimi im, nuk do të ishte rrugtimi i Oridës, por do të ishte rrugtimi i një personi tjetër. Dhe meqense e shkuara nuk ndryshohet, e tashmja po jetohet, edhe le të planifikojmë diçka të bukur për të ardhmen, duke ia lënë Zotit edhe vetes tonë në dorë, sa do punojmë. Çfarë vlerëson më shumë tek njëri? Sinqeritetin. Sinqeritetin dhe respektin. Nëse një person është i sinqert, të respekton, nuk të gënjen, pra, sinqeriteti, aty çdo gjë tjetër rregullohet. Por këto janë parimet bazë, si në shoqëri, si në dashuri, në familje, kudo. Sinqeriteti dhe mirënjohja. Duhet jemi dhe mirënjohës për atë që dikur na është bërë. Pra këto janë dy virtyte që vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Mirënjohja dhe sinqeriteti. Si e përballon stresin ose momentet e vështira? Përveç atyre që thashëm përpara që të mos e përsëris prapë, dëgjoj dhe muzikë dhe bëj ecje. Janë dy gjëra që i bëj shpesh dhe i kam bërë shpesh në momente vështirë. Ecja dhe dëgjimi i muzikës. Dhe pastaj planifikimi i diçkaje çfarë të bëj, si të lëviz, si të krijoj diçka të re. Kjo më jep shumë motiv dhe tani për shkakun në këto momente. Mund të kem disa ditë që down, jo dash të bukura, sepse jo çdo herë ngrihemi në mëngjes dhe themi sa bukur, sa mirë. Them çfarë të bëj, që të mos mërzitem. E bëra këtë, po sikur të bëj diçka tjetër, çfarë të bëj? Domethënë e vras gjithmonë mendjen se çfarë duhet të bëj diçka tjetër. Kështu e kaloj. Edhe unë flas, domethënë jam një person që nuk e mbaj brenda.
unë flas e shpreh. Kjo ka anë e mirë dhe anë e keqe, se anë e keqe është që e çmend personin që ke, kurse anë e mirë është që nuk e mban brenda trupit, e hiq, e del jashtë. Risi, zemra ime. Si imagjinoje veten kur hape kanalin në YouTube? O Risi, zemra nuk e imagjinoja fare, zemra ime. Nuk e imagjinoja veten që do isha. Domethënë unë kështu kam qenë edhe në rrjetet e tjera sociale, por mbase bëra mirë sepse më kanë thënë që në rrjetet e tjera sociale, mbase nga që kam një profil tjetër dhe flas për diçka tjetër, mbase dukem ndonjëherë ku diun mendje madhe, jo, nuk e di, pak ndryshe, kurse këtu mbase ka mundësi që njerëzit të shikojnë realisht ashtu siç je, pa filtra. Do s'do YouTube-i, unë mendoj me aq sa kohë kam që të nxjerr ashtu siç je. Çfarë ëndre ke ende pa realizuar? Nuk e di, nuk kam pasur ndonjëherë ambicie shumë të mëdha, domethënë ato 2-3 që kisha i kam realizuar dhe kanë qenë momentet e mia më top në Itali, pastaj përket karrierës. Kisha aspektin tjetër të familjes, e realizova dhe atë, dhe të fëmijës. Tani normalisht që unë plane kam për të shkruar libër, për të vazhduar po ashtu avash punën time, për ta ndërtuar ta bërë pak më të madhe, për shembull që të krijoj një qendër dhe këtu në Greqi ku të jap mësim pas shkollor. Janë disa plane që gradualisht do të vina pas hapi, sepse tani plani i parë është puna që kemi hapur me violin, me bashkëshortin. Këto janë plane që besoj se çdo njeri i ka, nuk mund t'i quaj ëndra, janë plane që, okay, le t'i quajmë ëndra të vogla që po punove, do realizohen, varet se do përputhen kushtet. Dëshira ime më e madhe në këtë moment është që të ketë shëndet familja ime. Ëndra ime më e madhe është ajo që ta shikoj gjithmonë familjen time me shëndet të plot. Vajzën time të rritet e lumtur mbi të gjitha, e shëndetshme dhe e lumtur, edhe të shëtisim së bashku, të shikojmë shumë vende. Vazhdojmë. Cila ka qenë sfida më e madhe në jetën tënde? Sfida më e madhe në jetën time ka qenë pas pandemia, kur jam kthyer nga Italia në Shqipëri. Edhe mu duk se kur gjithçka mu përmbys, e kupton, mu rrëzua ajo që kisha ngritur. Për momentin ashtu mu duk, sikur mu rrëzua ajo që kisha ngritur, por jo, më vonë e kuptova që thjesht kisha arritur atë majën dhe në jetë nuk do kesh gjithmonë vetëm ngritje, po do kesh edhe zbritje. Në ato moment ishte sfidë dhe normalisht që nuk e kam përballuar mirë, por e kam kap situatën në kontroll duke bërë një projekt tjetër. Edhe filloi ajo puna online dhe filloi ai angazhimi online, që nuk ishte njësoj si të ishte prezencë, si të ishte domethënë punat që bëja në prezencë, që ato projekte që i kam bërë në prezencë, udhëtime, kontakti live nuk është njësoj si kontakti online, më besoni. Prandaj nuk e kam imagjinuar ndonjëherë që ta bëja YouTube-in, por një prej arsyeve që e hapa dhe YouTube-in tani është dhe kjo, që të kem në kontakt me njerëz, sepse unë nuk mund të ri dhe nuk mund të jetoj pa pasur kontakt. Kjo ka qenë sfida më e madhe, që kam kaluar avash. Është dashur pak kohë ta kaloj, por ja kam dalë. Avash ja kam dalë, me ndihmën time, me ndihmën e familjes, me ndihmën e partnerit, edhe pastaj normalisht që gjërat rregullohen dhe vën në vendin e vet dhe e kupton që ti ishe për diku tjetër edhe meritoi diçka tjetër më të mirë. Tjetër. A ke ndonjë peng që nuk e ke realizuar ende? Kjo ishte pak a shumë si ëndra, domethënë pak a shumë u përgjigja. Cili person t'jep gjithmonë forcë kur kalon një periudhë të vështirë? Zemër besoj se të pëlqejnë pyetjet. Pyetjet ishin shumë të bukura. Personi, shiko, unë rast pare kaloj me veten pak, e kam këtë që dua ta përtyp njërë me veten time, ta flas njërë me veten time atë problem që kam, edhe në këto momente normalisht personi që unë gjem mbështetje më të madhe është partneri im, bashkëshorti. Eni është akoma e vogël, pastaj normalisht që flas edhe me familjarët. Po thash, për plasjen e parë kam me veten time, dua një ta përballoj vetë. Edhe një nga gjërat më të bukura që kam fituar ndër vite, edhe nga vështirësitë, ka qenë komunikimi me veten. Unë nuk kam frikë të qëndroj vetëm, nuk kam frikë të pi një kafe vetëm, nuk kam frikë të mendoj e vetme,
dhe pastaj të marr hapin për t'ia thënë dikujt tjetër atë që dua të bëj ose se mund të kaloj diçka. Tjetër tani. Okej, të vlerëtën e lexova. Alma. Nëse ti ndihmon dikë, a do t'ja kujtoje ndihmën që i ke dhënë her pas here në publik dhe pse? Absolutisht jo. Në jetën time kam ndihmuar shumë. Edhe kam bërë vullnetaren për vite me radhë. Edhe absolutisht asnjëherë nuk e kam thënë që jam duke bërë vullnetaren dhe po ndihmoj këto gra, jam duke bërë vullnetaren dhe po bëj kështu. E kam thënë vetëm kur jam pyetur, sepse në disa intervista më është dashur ta them, sepse është një punë vullnetare për të frymëzuar dikë tjetër, për t'i dhënë një motiv dikujt tjetër. Madje po të përgjigjem domethënë me një shembull, një prej vajzave ku unë jepja mësim, nuk e besonte që unë atë një orë që vija masdite e kisha pa lek, kisha falas. Edhe i thoshte vajzës tjetër që nuk besoj, ajo paguhet, por nuk thot. Por ndërkohë unë vija me shumë dëshirë edhe ishte çdo gjë falas. Kështu që kur, domethënë e mira nuk përmendet kur. Edhe ajo e mirë që kam bërë nuk e përmend kur. Ato të mirë që më kanë bërë e di unë këtu dhe nuk e harroj asnjëherë. Dhe kur vjen momenti sigurisht që ja shpërblej. Wendy, cili është burimi nga ku frymëzohesh ti? Edhe kësaj pyetje ju përgjigja pak më përpara, thash thjeshtësia, njerëzit e thjeshtë, dashamirësia e njerëzve të thjeshtë dhe vuajtjet e njerëzve të thjeshtë, po dhe njerëzve jo të thjeshtë, tani se u bë kjo e thjeshta kështu. E marr burimin prej gjërave të vogla, prej përditshmërisë. Nuk duhet të jetë patjetër diçka shumë e madhe që të frymëzoj, përkundrazi mua më frymëzon diçka që të jetë shumë e vogël. Edhe një mendim ose një gjë që mund të thotë dikush për shkakun gjatë ditës, se mendoj të them, nga kjo mund të lindë diçka shumë interesante. Sa ndonjëherë bëhem edhe një çik më shumë romantike se ç'duhet, se jam edhe peshk, edhe peshqit janë pak romantik, janë pak në ujë. Në uja e sipër jetojnë pak kështu. Kjo ka gjën e keqe se pastaj zgënjehesh ndonjëherë, po ka atë gjën e bukur që jeton duke ndërruar gjithmonë, duke notuar gjithmonë. Tani tjetër kush më ka ngelur. Ti kontrolloj mirë këto që kam, të paktën këto që kam këtu, sepse edhe nëse do kem haruar në një gjë, do më vinte shumë keq një herë pare punës, e dytë e punës do më falni sepse do kemi edhe video të tjera, mos u mërzisni nëse nuk kam kapur në një koment, se për shembull dikush mund t'i ketë bërë komentet ose pyetjet në një video tjetër dhe nuk e kam parë për momentin. Kemi akoma pyetje nga Blerta, më thotë si të lindi ideja për të filluar YouTube-in dhe live-in, por kësaj ju përgjigja, besoj se mos ju lot me të njëjtat. Sa kohë ka marrë të mësohesh me kamerat dhe publikun. Edhe kësaj ju përgjigja, por po them vetëm diçka që unë nuk e kam pasur asnjëherë problem si me kamerat, si me publikun, se gjithmonë këtë punë kam bërë, nuk e kam bërë në YouTube, po e kam bërë live në përqendra, shkoja jepja mësim, shkoja bëja takime, flisja, dhe kur e kam bërë në një gjuhë të huaj, që nuk është gjuha ime, nuk e kam fare problem ta bëj në gjuhën time, në gjuhën shqip. Kështu që nuk e kam problemin e kamerës, nuk e kam pasur ndonjëherë. Ndjem komode, ndjem vërtet komode. Çfarë të pëlqen më shumë te komunikimi me njerëzit gjatë live-eve? Kur njerëzit janë sinqertë, e kuptoj shumë mirë sepse duke pasur vite eksperiencë në kontakt me njerëzit, tani pak a shumë e kuptoj dhe kur nuk i kam përballë nga përgjigjet kur janë të sinqertë ose jo. Vlerësoj shumë sinqeritetin. E kuptoj kur njerëzit aty janë të sinqertë dhe më ndjekin sepse u pëlqen vërtet ajo që unë i ofroj. Cila ka qenë sfida më e madhe kur fillove të postoje video? Nuk kam kaluar ende, mbase nuk jam në atë fazë, domethënë, duke qenë se kam postuar gjithmonë si në Facebook, si në Instagram. Në YouTube ishte, domethënë askush nuk do të çuditej nëse s'do më shikonte mua dhe në YouTube. Kam qenë edhe të tjera në YouTube, por jo të postuara në kanalin tim, por në kanalin e shoqatës. Gjithkohës aty, po më gjeni me emrin Jorida Dervishi, me emrin para martesës. Kështu që asnjë sfidë deri tani, shpresoj që jo, po edhe sikur e marr me sportivitet. Nuk është se vras shumë mendjen për këtë pjesë. Risi ka pyetje të tjera, po përgjigjem vetëm atyre që nuk kanë qenë më përpara. Cili është kujtimi yt më i bukur nga fëmijëria?
Kur haja tani më kujtua kështu flesh, kur haja bukë me sheqer dhe me vaj të lagja. Ja dhe e nuqim që erdhi. Po qik më këtu se nuk të shikojnë. Kur loza me kalamaja dhe bëhesha dhe hanin bukë, se mërnin ata fëmijët e tjerë dhe unë shkoja dhe i thoja mami dua bukë me sheqer edhe me vaj, si ja rova emrin tani se kush ishte një fëmijë tjetër. 2 pyetje të fundit nga lista që nuk i kam pas më përpara. A je kënaqur me profesionin që po ushtron tani? Unë me punën gjithmonë i kam pas marrëdhënie të mirë, sepse fatmirësisht kam bërë atë që kam dashur. Nuk më është dashur që të sforcohem shumë në atë që bëj. Kështu që më ka pëlqyer shumë dhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Këto ishin vajza, sepse lexova pyetjen e fundit, jam përgjigjur edhe më herët, edhe kështu që nuk duhet ta bëjmë për herë të dytë. Ju falenderoj shumë nga zemra për pyetjet e juaja. Uroj që t'jem përgjigjur dhe t'u kem kënaqur me përgjigjet. Një gjë është e sigurt që kanë qenë përgjigje shumë të sinqerta, edhe spontane. Disa prej tyre nuk i kisha lexuar, tani po i lexoja për herë të parë. Prandaj thoya që është për herë të dytë, pyetja është për herë të dytë. Sepse doja që ky momenti ishte shumë i sinqert, sepse dia edhe të shkruaja diku dhe t'i përgjigjesha, por jo, nuk do të kishte asnjë vlerë. Ju falemderit shumë, po të keni pyetje, sugjerime, mi lini te komente tek vlogjet, më shumë se shortsa tikin dhe nuk i shikoj shumë, i postoj vetëm sa për tani që të marr pak ritëm kanali, por tek vlogjet po. Do t'ju përgjigjem dhe do t'i lexoj të gjitha. Ju falenderoj shumë që e ndoqët videon, ku shndroj deri në fund, edhe ju kam xhan, shihemi në vlogun tjetër.